4 arsyet shkencore pse lutja ta përmirëson shëndetin mendor. Lutja është një proces psikologjik që të cilës individi fol me ato që i beson mas shumti për me ndihmu me ul ankthin e për me ndihmu me ja përmirësu jetën. Po a ka fakte që lutja për një me ndihmon shëndetin mendor? Po ka. Në një, aktivizimi i sistemit nervor parasimpatetik. Sistemi nervor parasimpatetik është ajo pjesë e trunit ton që na ndihmon neve me u relaksu. Na çdo ditë gjendemi në ankth të vazhdueshëm. Qosh në mëngjes, nisesh me shku në punë, ki me taku atë shefin toksik që ka me të vërtit për kur gjë heq. Kur kthehesh në shtëpi, po ashtu je i bingarkum. Krejt presin diçka prej teje. E kur i ekspozohesh stresit kronik, ki ankth, nuk mundesh me menu mirë, ki pagjumësi. E pikrisht këto, kur i mshel sytë dhe fillon me u lut, truni kalon prej një gjendje që njihet si luftose në një gjendje të qetësisë. E fillon me ta relaksu trupin. Në ndë, lutja ul nivelin e kortizolit. Kortizoli është një hormon që prodhohet prej gjendrës mbiveshkore. Por nëse na jena në ankth dhe në stres të vazhdueshëm, nivelet e kortizolit rrinë të nalta vazhdimisht, edhe kjo dëshmohet me analiza laboratorike. Po kur njerëzit luten, nivelet e kortizolit normalizohen. Qysh është vërtetu kjo? Është bo një studim të personat që luten vazhdimisht dhe të ata që nuk luten. Kur i kanë krahasu nivelet e kortizolit, e kanë pa që kortizoli u kon shumë më i lartë te ata që nuk luten sepse kanë stres konstant, ndërsa te ata që luten u kon shumë më i ulët edhe rrjedhimisht edhe sistemi i tyre imunitar u kon më efektiv, sepse nuk e di nëse e përmenda, po kortizoli e ul edhe sistemin imunitar. Në 3, lutja e aktivizon korteksin prefrontal. Korteksi prefrontal është që kjo zona qëto e trunit tonë. Është përgjegjëse për rregullimin emocional, për personalitetin, për vendimarrjen, edhe më e rëndësishmja për uljen e ankthit. Është pjesa e logjikshme e trunit tonë. Po kur na kena ankth të vazhdueshëm edhe stres, korteksi prefrontal nalet krejt. Prandaj kur na ulmi, i mshelmi syt edhe i lutmi kujtdo që na i besoj, korteksi prefrontal aktivizohet. Prandaj edhe studimet tregojnë që kur na marrim vendime masi që jemi lut, vendimet tona janë më të sakta për shkak se janë marrë me logjik e jo me emocione. Edhe në 4 është efekti i ritualit. Lutja është proces ritualistik. Njerëzit luten vazhdimisht që nuk kupton që kur diçka bëhet ritual e krijon një farë procesi strukturor në trurin tonë. Truni e din që sot në ora 5 ki me u lut, ki me u qetësu, ki me u relaksu, prandaj edhe hormonet e qetësimit që ndryshe quhen si endorfina prodhohen më shumë në gjatë kohë. Por lutja i ka këto 4 efekte neurobiologjike. A je lutë ndonjëherë? A të ka ndihmu? Nëse po, shkruaje poshtë në komente se nashta dikush ka nevojë me e mundet me ndihmu shumë komenti.